Të bëhesh baba nuk është thjesht një ndryshim në stilin e jetës, është diçka shumë më e thellë. Në fakt, është një riorganizim i plot i trurit. Në këtë analizë, do të zbulojmë pikërisht këtë transformim të jashtëzakonshëm biologjik që ndodh kur një burr bëhet prind. Gjithçka nis shpesh me një fjali të tillë. Këto ishin fjalët që i than Timit, një kontraktori 34 vjeçar, kur mori vesh se do bëhej baba. Dhe kjo fjali, e dini, pasqyron atë ndjenjen e zakonshme, paksa anktioze, që shumë baballar të ardhshëm e njohin shumë mirë. Dhe pikërisht këtu gjërat bëhen vërtet interesante, sepse përtej panikut fillestar dhe ndryshimeve të pashmangshme në jetë, diçka e thellë, diçka shkencore, po ndodh nën sipërfaqe. Le të kthehemi pak te Timi. Reagimi i tij i parë kur gruaja i tha se ishte shtatzën, panik i pastër. Ai donte fëmijë, sigurisht, por në atë moment e ndjeun se ishte thjesht shumë shpejt. Dhe e dini çfarë? Ankthi i Timit nuk ishte diçka e pazakontë. As pak. Në fakt, studimet e konfirmojnë këtë si një fenomen të përhapur. Është një periudhë intensive përshtatje mendore dhe emocionale për baballarët e rinj. Ndërkohë që Tim përballej me gjithë të anks, trupi i tij po ndryshonte në heshtje. Nivelet e testosteronit filluan të bien, ndërsa prolaktina, një hormon kyç për prindrimin, filloi të rritej. Shkencëtarët mendojnë se kjo mund të ndodhi fal feromoneve të partneres shtatzan. Dhe këto ndryshime hormonale, ato kanë pasoja reale të prekshme. Tim shtoi rreth 7 kg gjatë 3 mujorit të dytë të shtatzënisë së gruas së tij. Ky nuk ishte thjesht stres, ishte një shembull klasik i asaj që njihet si sindroma Cuvade, ose siç e quajnë ndryshe, shtatzënia simpatike. Mirë, tani vim te momenti kyç, te pika e kthesës në udhimin e Timit, aty ku frika abstrakte filloi të shndrohej në diçka shumë konkrete. Ky moment ndodhi gjatë ultrazërit të parë. Kur Tim pa ato imazhin e vogël dhe dëgjoi rahet e zemës në ekran, paniku thjesht u shkri. U zëvendësua nga një ndjenjë e thellë e papërshkrueshme lidhjeje, atësia sapo ishte bërë reale. Sepse përgatitja biologjike e një babai nuk është si të shtypesh një buton. Jo, është një proces i tërë. Fillon me atë anktin e parë, kalon nëpër simptoma fizike dhe pastaj kulmon me një riorganizim të madh hormonal pikërisht para lindjes. Çfarë do të thotë kjo shifër? Kjo është rritja e prolaktinës, hormonit të folezimit, në 3 javët e fundit para lindjes. Kjo ishte forca që e shtytimin të bëhej i fiksuar pas ndërtimit të rafteve dhe rregullimit të shtëpisë. Ishte një instinkt i pastër biologjik për t'u përgatitur. Dhe në të njëjtën kohë, ndodh kjo rënje e ndjeshme e testosteronit. Ky ndryshim e përgatit trurin e një babai për të qenë më i ndjeshëm, më reagues ndaj të qarave të një foshnje. Madje edhe para se foshnja të lindë. Truri i tij po rikonfigurohej për kujdes. Dhe tani, arrim në kulmin e gjithë kësaj historie biologjike, momenti i lindjes dhe ato proceset e fuqishme neurokimike që farkëtojnë lidhjen e përjetshme mes babait dhe fëmijës. Kjo pjesë është absolutisht magjepse. Mendojeni kështu, natyra bën një lloj hakerimi të dashurisë. Kur Tim e mbajti djalin e tij Blake, lëkur me lëkur, kimikate si oksitocina dhe dopamina vërshuan në trurin e tij. Këto janë të njëjtat qarqe që u aktivizuan kur ai ra në dashuri me gruan e tij, por tani ato po ripërdoren për të krijuar një lidhje të pathyeshme me djalin e tij. 1/7 e sekondës. Vetëm kaq kohë duhet që zona e instinktit prindëror në trurin e një prindi të ri të aktivizohet kur shef fytyrën e foshnjës së tij. Është një përgjigje pothuajse e menjëhershme e programuar thellë brenda nesh. Dhe truri i një babai mëson të kujdeset përmes një cikli reagimi shumë të fuqishëm. Funksionon kështu. E qara e foshnjës shkakton shqetësim, veprimi i kujdesit e qetëson ata. Dhe pastaj, buzëqeshja e foshnjës, si shpërblim, liron kimikate kënaqësie në trurin e babait, duke përforcuar këtë sjellje pa pushim. Mirë, foshnja ka lindur, por historia nuk mbaron këtu. Në fakt, tani fillon një kapitull i ri dhe interesant. Ulëmtimet tregojnë se nëna dhe baballarët shpesh zhvillojnë stile prindërimit të dallueshme, por që plotësojnë njëra tjetrën në mënyrë perfekte. Shpesh, stili i nënës priret të jetë më qetësues, i fokusuar te harmonia emocionale, ndërsa loja e babait, ajo është zakonisht më fizike, më e paparashikueshme, më stimuluese. Dhe duhet ta theksojmë, asnjëri stil nuk është më i mirë se tjetri. Ato janë thjesht dy anë të së njëjtës medalje,
duke e përgatitur fëmijën si për siguri, ashtu edhe për eksplorim. Ky ndërveprim i vazhdueshëm mes prindit dhe fëmijës ka një emër: sinkroni. Mendoni për lojrat si kuku ose gudulisjet. Janë pikërisht këto ndërveprime të vogla e të përsëritura, ato që ndërtojnë qarqet e trurit të babit dhe forcojnë lidhjen përmes kohës dhe praktikës. Por ka edhe një faktor tjetër shumë të rëndësishëm këtu. Ky proces nuk ndodh në një flusk. Studimet tregojnë se nënat luajnë një rol vendimtar. Ato mund ta hapin portën duke inkurajuar përfshirjen e babait ose pa dashje ta mbyllin atë, duke kufizuar kështu mundësitë për ndërtimin e asaj lidhje të rëndësishme. Dakord. Por ç'ndodh më pas? Cili është ndikimi afatgjatë i gjithë kësaj? E po, ndikimi një babai të përfshirë shtrihet shumë përtej viteve të para të jetës. Të dhënat këtu janë shumë të qarta. Fëmijët me baballar të angazhuar priren të kenë vetbesim më të lartë, të dalin më mirë në shkollë dhe të kenë më pak probleme të sjelljes. Për shembull, ajo loja fizike e babit, studimet e lidhin drejt për drejt me vetbesim më të lartë gjatë adoleshencës. Pra, leti përmbledhim pikat kryesore. Çfarë kemi mësuar? Kujdesi aktiv dhe praktik riorganizon trurin. Kontakti fizik është thelbësor. Mënyra unike se si flasin dhe luajnë baballarët i përgatit fëmijët për botën reale. Dhe më e rëndësishmja, sa më shumë një burr kujdeset për fëmijën e tij, aq më shumë truri i tij ndryshon dhe përshtatet. Dhe gjë më e rëndësishme për të mbajtur mend është kjo. Ky transformim nuk është diçka e përkohshme. Edhe pse hormonet mund të kthehen në nivelet e mëparshme, ndryshimet në tru dhe lidhjet e krijuara mbeten, ato bën një realitet i ri dhe i përhershëm emocional. E gjithë kjo na lë me një pyetje thelbësore për të menduar. Nëse e dim se ky tru nuk lind por ndërtohet përmes përvojës, praktikës dhe mbështetjes, atëherë pyetja e madhe është: si mundemi ne, si shoqëri, si familje dhe si partner, të sigurohemi që ky proces ndërtimi të jetë sa më i fortë dhe i shëndetshëm që të jetë e mundur? Një pyetje që ja vlen ta mbajmë në mendje.